Maqedonia është Ahmetin të vëbën se është ka figurë që dojmë veçu edhe o kam këtë kohën Nuk fola hiç për Ali Ahmetin. Jo, ti këtë për Ali Ahmetin e patë. Tash i raport që dy herë ja përmenda emrin. Ali Ahmeti për që është figurë kombëtare është. Ato s'mund të jam huk kërkush. Për që është Ali Ahmeti celula e ushtrisë lirëmtare të Kosovës këtu. Për që është Ali Ahmeti themeluesi ushtrisë lirëmtare kombëtare në Maqedoni është. Kto s'mund jam kërkush. Me të njëjtit edhe këshia Aradin në kombëtare. Sipas të i vetë, sipas ka uzës vetë, kësë i bjen që komandantat zë gabim. Me simatim, komandantat bëjnë gabim, ka bia për shtetë këtë albinkutit që i bënë favore Serbi. Ata përbyllim që në Maqedoni, sepse aty ka edhe të tjera gjëra që zhvillohen këtu, një paralajmërim, një njoftim nga gjykata kushtetuese, 12 ditë pritet të jetë afati për të konstituar kuvendi. Një shenjë të vogël se të huajt, kështu të pak të në gjykua, s'po e shohin të konstituar, kemi parë deklarata, por ishte edhe momenti kur Dimari Basha shkon në inaugurimin e... I hom për zje lokala, kena me foli që e kom bërë qikuzë dhe diqka. Urda. Para një jave, më ka met një lajmë që kom bon këtu, për me dokumentuve me dokumenta. Po këtë jenë rava e themi, për aerola qekon, po. Se më kanë shkryguar shumë që kjo është pifje, unë i kom marrë dokumentat. Këtë jenë rava e thom. Pa tjetër, këthejmë as pak. Mu më thonë drejtë më ka arë shumë keq, më ka arë shumë gjëna, pavarësisht që në momentin kër është bërë Dimal Basha, kër është vëtuar për kryetar të kuvendit, unë kom thonë publikishe, unë nuk muj me e pas si kryetar të kuvendit Kosovës një njeri i cili e ka pas një gjuhë shumë urrejtëse ndaj gazetarëve, sepse të ke fund unë jam një gazetare, dhe ai në çdo prononcim ti na ka quajtur langarec. Por në momentin kër e pash se si qëndronte dhe se si i fërkon të duart, e pash që është shumë ciklet dhe merë të kesh, normalisht që në imazh, nëse flasim për imazhin e Kuvendit Kosovës, i bie tjetë tepër keq, kur një njeri i cili pretendon tjetë kryetari i Kuvendit Kosovës, i cili ka marrë votat. Pretendon, po i ka marrë votat. Unë nuk e edhe unë mendoj si gjykata kushtetuese që ende nuk është konstituar kuvendi. Por a mendoj kështu edhe këfori? Se ka kontestuar... A ishte gabim protokollar, Valjan, a ishte një statement... Nuk këtë bëj kjo, nuk këtë bëj kjo. Valjan. Ardian, Ase Emile nuk e konteston. Se pas unë me keq. Jo, lutem, a ishte statement nga këfori kjo? Ja, më nuk është keq, a ka kështërtar a ishte. A është çështje protokollare, gabimi protokollar? A ishte statement, a ishte deklaratë? Ata e kanë prit glaukën juftësan. Mas pari, nuk është problem protokollar, kjo ka zërë mas miri jo bashkëpunimin e mrenshëm që ka vetë vendosja, që është në një kaos, se as bashkëpartijakt, as njerës aty, as aleati atyne, presidencia, Jusuf Osmani, krejtë këshushin e la njerin kom, mu për veti, mu dhimt. Dhe thot, Dimali për hirtë parë mu dhimt e mërë keqë, se së vje mirë me po kryetar në Kuvendit Kosovës, po morë parasysh, mu silë që ashtu si një i huj, ose si që me thonë si një paftuar. Nuk mërë të heqë keq me të kalëzit drejtë. Një eveniment që ke... Shumë mire ka gjithë. Nuk ka protokollar. Kur jeti kryetari kuvendit, është e vërtet. Valjan. Do të i vynë më kryë më për mbyll ajo. Jo, një shko mirë me me kry mendimi. Problem është mos organizimi, kaosi, mrena... Organizimi kojna i këfori ta? Edhe një aversión që ju kryu ndaj Dimal Bashës. Dhe as vetë vendosja s'pëdën. Tasha qyshe e poshtë kryetarën e kuvendit që ashtu, vallaj, mu dok jërën, po mu dok pak edhe marre... Edhe Ardiana të tërë se ka qenë një moment i trishtueshëm për ta. Se dhe shojeve... Ka qenë moment shumë i sikletshëm për secilin qytetar të Republikës Kosovës me e pa kryetarin e kuvendit, të ke fundit kuvendi zgjidhet prej votave direkt qytetarëve të Kosovës. Unë mendoj që zotri Basha mund të mos jetë kryetari i kuvendit, sepse nëse ne nuk arrim në baza ligjore sa arrim ta bëjmë në kryetarin e 5 që i takon komunitetit serb, ne me patjetër do të shkojmë në zgjedhje dhe ky i bie të mos jetë kryetari i kuvendit. Ashtu i bje që s'kemi as deputeta. A bënda sharaj pak. Gjykata me dispozitivin, në ka të regojnë sen, mungon në kryetari i PS, rrjedhimisht kuvendin i konstituum. Po këtu që beshin në ekran, kjo kryetar legjitim, mos respektin ndaj ti, është bullizim politik. Kretë të katën. Mos respektin ndaj ti. Qysh mundet më konë kryetar legjitim nëse nuk është konstituu kuvendin? Vendimi gjykatës, Mungoni pesti. Në aspektin ligjor, nuk po flas në aspektin politik as top. Në aspektin ligjor, në momentin kur një kuvend nuk është i seanca
që ka nisë me zgjedhjen e zotri Bashës. qartë. Përfundon në momentin kur të zgjedhet edhe në kryetari 5. E qartë. Ka përfunduar me qeverinë. Ardiana, ne kemi një situatë, gjykata supreme. Jo, Azan.